gjykatën ta kthej dosjen për hetim, të refuzoj një dokument të tillë të turpshëm që nuk ekziston në asnjë dosje gjyqësore në botë, përveç se në dosjen e përgatitur nga Dumani dhe dorëzuar në skap. Pyetje tash. Këto do ju dërgojnë ju me postë elektronike. Zoti Berisha ka vetëm një interes ditët e fundit, gara për kreun e Partisë Demokratike. A mund të konsiderohet garë kur është vetëm një person që synon këtë post? Shumë bukur. Së pari, edhe një herë, Partia Demokratike, po sikur ta lam për jo këtu po atje, këtë çështje ta vazhdojmë atje sepse është problemi që këtu e kam përqendruar të gjithë komunikimin me media në dy persona dhe do kaloj edhe tek ndonjë tjetër, tek Altin Dumani, i cili për këto do paditet, do ngrihet padi. Po, dhe tek Irena me shumë mbiemra, e cila u padit dhe e kaloi. A e dini ju që Irena ka marrë 3 pasaporta nga viti 2004 në 2007? Ndrrimi i pasaportave, ndrrimi i emrave ka qenë profesioni i saj. Pas ka bën qeverinë tuaj. Po pse pa me kate fare ka qenë qeveria ime thuati? Po ka ndodhur ajo ka korruptuar në një ajo pa diskutim. Shoh mbiemrin zot Berisha nuk është në një shkelje e madhe. Jo, ato i mbiema, jo prit, jo, mjekeq. Të lutem, jo. Meqense mbiemri nuk është krim. Klodiana. Jo, absolutisht, po problemi është këtu. Mbiemrin e parë ka lëshuar në 88, meqense po hyn në ashtu. Se fole për qeveri, mbiemrin e dytë ju keni patur shumë kate si qeveri. Me emrin e dytë e ka lëshuar në 88 të parë, të dytin në 91-shin, 92-shin, të tretin në 94. Pasaportat i kanë nxjerrë nga 2004 në 2007 ka 3 pasaporta. Tani o shiste pasaporta kjo. Ose çfarë bënte kjo me pasaporta, hajde merrni vesh ju Anton. Po cilë me gjeni një shqiptar ju, edhe kur ju bëj pyetjet, ju lutem i merrni në mënyrën më anodine. Ju pyeta unë, me gjeni një zyrtar të ketë me rrogën e tij 4 apartamente, ju nuk u ndal. Tani me futet mua tek Dumani, t'ja u zbërthej komplet Dumanin. Tani me gjeni një zyrtar që në 3 vite ka marrë në 4 vite ka marrë 3 pasaporta, kjo quhet vetëm Irena Gjoka, e cila ose i ka shit këto pasaporta, ose çfarë ka bërë, por nuk ka deklarata se i ka humbur pasaporta. Zoti Berisha, ka ndajmë vetëm disa orë nga një vendim i gjykatës së lartë për paraburgimet në mbledhjen e thirrur nga zoti Sokol